Lezhë ka përkujtuar 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës duke përcjellë mesazhe uniteti dhe kujtese kombëtare. Qyteti u bë skenën një aktiviteti kulturor ku nxënës të shkollave së bashku me artistë lezhjan i dedikuan nderimit shtetit me të ri shqiptar. Në fjalë tyre përshëndetse, kryetari i bashkisë Pierin Dreu dhe drejtori anal i arsimit Hasan Muça theksuan se ky përvjetor shënohet në një kohë reflektimi dhe shqetësimi, duke lidhur fesën me padrejtësinë që sipas tyre po bëhet drejtuesi kryesor të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Për ne është ditë krenarie, ditë gëzimi, por edhe ditë dhimbje, sepse ne jemi në pragën e një gjyqi, një padrejtësie tjetër shumë të madhe, që duhet ndaj 4 personazhe nga më të rëndësishme të historisë së Kosovës, që gjenden në Hag dhe me këtë aktivitet ne sadopak frymëzojmë edhe jo vetëm për kujtimin e asaj date shënuar që përkon me pavarësinë e Kosovës, po edhe një mbështetje morale për Hashim Thashin, Kadir Neseri, Jakub Kasishin dhe Xherxh Selimi. Më ka më bukur se kaq me një audiencë kaq të re, kaq të bukur ta celebrosh pavarësinë e Kosovës, dhe ju duhet të kuptoni se historia shqiptare është e përbashkët si Shqipëri, si Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malizisë, kudo që ndodhen, kanë një përbashkët, flamojnë kuqezi, historinë e viteve të tona, që në fakt në fundit ne nuk mund të jemi të ndarës një lloj si një gjymtyr ose një organ që i dhënë dikujt, ashtu na dhënë ne nëse Kosova në shkon mirë, ashtu na dhënë ne nëse shqiptarët e Maqedonisë nuk janë mirë dhe shqiptarët e Malizisë më mirë. Është e vështirë të shkak një pretence të vëmë pakim më të parë, të cilën prokurorët e posin pozicionin do të kishin shumë zilim. Në banka të përcuarve vjetë një vend. Historia ka treguar që zakonisht dënohen pajtorët, ato që bëjnë krim, por kur legurës në kanë ndodhur që të gjykojnë dhe të kërkojnë dënim për shkrimtarët. Është një moment zakonik, po aq edhe tragjik. Është një moment që na bën më të fortë. Ashtu se që bëri të fortë në mamën shqiptari që i prikin e gjirin e vetë, vëzit ka më Kosovë, tu i 16 vite më përpara. Në bërë më të fortë, sepse një një të dhimë dhe thire e këti mogu i që gjithmonë në bërë në një, janë shumë e të fëqishme se sa të gjitha të mëtanët, e akapelantët dhe prokurorët, që kërpojnë të bëjnë me fajt e pisë, komandantës, apo një popull të tërë. Aktivitetet për pavarësinë e Kosovës janë pjesë e pandashme të kulturore në Lezhë, duke përcjellë mesazhin se ndjenja kombëtare mbetet e fortë dhe e bashkuar për tek kufive.